Lavdi dhe falënderimesh për Allahun fuqiplot, të cilin e besojmë se Zoti i vetëm që meriton adhurimin. Salavatet dhe selamet të dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili është vulja profecisë dhe mëshira e gjithësisë. Këto salavat dhe selam janë edhe për familjen e tij të ndershme, shokët e tij fisnik dhe gjithë ata besimtarë që ndjekin rrugën e tij me plot sinqeritet deri në kiamet. Të dashur vëllezër, është afruar edhe sezoni i haxhit. Alhamdulillah. Edhe padyshim që është e nevojshme disa realitete me i tregu për të cilat si besimtar duhet me i ditë. E para gjë, fjala haxh në kuptimin gjuhësor do të thonë qëllim, me pas një synim. Kurse në kuptimin fetar do të thonë me shku në vendet e shenjta, të cilat Allahu i ka bërë shenjta. Jo njerëzit, Allahu. Me qëllim, pra me pas synim vendet e shenjta, me qëllim të kryer se kushtit të 5 të Islamit, me njet për i Zot Zotit, pa e përzime diçka tjetër me qëllime tjera. Që i bjen kjo, pra haxhi që ka një udhtim edhe kushti i Islamit në vendet e shenjta që Allahu i ka bërë shenjta me rregullat që haxhit i din atje kur shkojnë se si bëhen. Që ky realitet na jep me kuptu se haxh nuk i bjen turizëm. Ai i cili thot haxhi do të thonë turist, ai është ose ignorant, ose dashakeqës i Islamit edhe i haxhit. Ignorant, do të thonë nuk ka të e ditë, se din, është i sinqert, djali mirë është, burri mirë, por nuk e din meselen e haxhit. Edhe përzin me turizmin sikur se me shku në Bashdarane, me dal me pi një kafe, sikur me shku në haxh. Na i themi jo, nuk është ashtu. Mos ja ul haxhit vlerën. Nuk është turizëm haxhi. Se në turizëm, fjala arabe, turisti bjen krejt tjetër, apo turizëm krejt tjetër, siyaha. E nuk i bjen haxh. Fjala haxh përdoret vetëm për një vend shenjt të caktuar në kohë të caktuar. Edhe me shkutin në haxh, tu ka tek ty kur s'ka njerëz, mas 3 muaj mas haxhit, du me bën sot haxhin, ja. S'mundesh me bën. Sa është ibadet në kohë të caktuar, me formë të caktuar, në vend të caktuar. Nuk është turizëm. Nuk është turizëm. Në turizëm mundesh me bën halal dhe mundesh harame. Në haxh duhesh me bën vetëm obligimet me kry. Pra, ose nuk e di kuptimin e haxhit, ose është armik që dën me ja ul vlerën e haxhit. Haxhi është një prej 5 kushteve të Islamit. Ai i cili ka mundësi dhe nuk e kryen, ka mëkat, ka gjuna. Ai që ka mundësi, cila mundësia? Ekonomike dhe fizike. Ekonomike ka parë. Ai që s'ka parë se ka obligim. Por edhe fizike. Ka shëndetin, mundet me shku, është rruga e sigurt, rrethanat janë sigurta, shkon. Por, një gjë po jap një këshill. Jo çdo kush që ka parë mundet me shku në haxh, por duhet me pas edhe zemër. Duhet me pas edhe niyet për i Zot Zotit. Sa prej neve kemi kera, ka 20.000 euro, e 30.000, në haxh thojmë s'kemi parë me shku. Kjo le ta merr secili vërejtje për vete. Këshill për vete. Haxhi nuk lidhet detyrimisht vetëm me parë. Edhe tjetra. Me mendu se, edhe haxhi, 50.000 euro, 70.000 euro e kryune. Ja, du të me pas këtu haxhin. Jo vetëm një veprim fizik, sikur se namazi. Namazin përveç që du të me falë, masi ta falë namazin du të më konë buri mirë. Edhe haxhin, është e gabuar edhe i bëj selam disa haxhive, të cilët kur kthehen prej haxhit bën ma dreqen se që kanë shku atje. Kërkoj falë, mos prekët dikush. Edhe ku ti thua, ti je haxhi, a për 5-6.000 euro, unë shkoj apet. Nuk luhet me dinin e Allahit. Na kemi raste kur këto për, a ke shku në haxh, ti 2 fish dush më konë ma i kujdesshëm se sa tjertë. Pse? Se e ki një ibadet ma shumë se sa tjertë. Unë e veç për kryj namazin, ti e kryj edhe haxhin, 2 fish ma i kujdesshëm se tjertë. Por, a do me thonë, një keq kuptim tjetër, se
Kur ti thu dikuj shkon haxh, thotë jo se s'unë ma. Pse s'unë ma në haxhin? Po thotë masajna s'do të më rre, s'do të më mashtru, do të më bën burr i mirë. Po çto sane do të më bën edhe para se më shkon haxh. Kush ka thonë që bën më rre pa shkon haxh? Rrana gjithë haram. Mashtrimi gjithë haram. Po, të shtohet përgjegjësia se njerëzit njohin si haxhi. Shtohet përgjegjësia. Edhe të tjerët pastaj, ai që fal namaz, edhe bën dallavere, i thonë që këta të fesë. Ai që ka shumë mjekrën, edhe bën dallavere, thonë që këta të fesë. Ai që ka shku në haxh, edhe bën dallavere, thonë që këta të fesë. E vërtetë është që përgjegjësia shtohet se nuk shkojnë në adresë tonë edhe të familjes apo të babës tonë gabimet e tua, shkojnë në adresë të Islamit. E ti, me sjelljet e këqija, me ja qit faqen e Islamit ai nuk ban. Po, dush me pas përgjegjësi dy fish. Po s'do me thonë që mos më koni sjellshëm edhe i mirë, edhe i drejtë edhe i sinqert para haxhit. Jo. Tjetri gabim. Me mendu se në haxh duhet me shku veç në pleçni, edhe kjo është gabim. Ibadetet Allahu ka thonë Kur'an me kry sa ma shpejt. Momenti i parë kur t'jipët me kry haxhin dush me kry. Mos me thonë e kry në pleçni. Gabim është. Po ashtu, me mendu se shkuan janë haxh nën kupton edhe shtim të dijes, kjo gabim. Ke shku në haxh, inshallah e ke shtu devotshmërinë, je bë besimtar më i mirë, je bë musliman më i ndershëm, je bë musliman më i devotshëm, inshallah do kanë fshi gjunat. Por nuk do të thonë që e bë dietar, që i bjen kjo. Lanin pozitat e veta hoxhallart, kur të kthesh ose e kon haxh, në safin e parë mos ma ders. Mos ma ders. Ti haxhi, e ke kry haxhin, Allah subhanahu ta bëft kabul, nuk të ka shtu dija. Po i ke pa do obligime për një muj ditë ose 20 e sa ditë, por nuk e bë dietar. A tu ka shtu përgjegjësia po dija jo. Një pikë, po ashtu, që gjithë secili prej besimtarëve duhet me pas parasysh, a me respektu? Po me respektu haxhin. Po a me qitë për të aty në pozitën? Ja, kërkan, edhe pejgamberi ka thonë, mos më ngritni aty ku s'm takon. Por se një njeri që është sa më i devotshëm, me respektu sa më shumë, jo për hatër të amnit, për hatër të punëve të mira. Kjo është mirë. A mi thonë haxhi? Lejot mi thonë haxhi. Po, flas, ka del shpirti, ma mirë është mos me pranuaj mi thonë haxhi. Atë jemi ma të sinqert. Sepse haxhi është momentin që ka shku në haxh, 23-4 ditë. Kur e kryna e ka kry haxhin. Sepse nëse çdo kuj që e bën një ibadet, i themi në amën të ibadetit, atëherë edhe ty që e fal për zaktin, s'duhet me thonë filan e fistek, po duhet me thonë o namazli. O namazli. Ti që po falesh me thonë namazli, ai që pe kryen haxhin, haxhi. Ai që kryen Ramazanin, o Ramazan xhi. Ç'shto i bjen? Prandaj, a unë detyrimisht që gjithë secili që i thojmë në haxhi, edhe ai ka syfaqsi jo. Te na është bërë si tradit me i thonë. Po nëse nuk i thojmë dikuj, kam qef mos mu prek. A me insistu më thuni haxhi, jo mos insistoni. Nëse të thot dikush, alhamdulillah. Nëse nuk thot, mos e merr si diçka si uljet respektit. Jo. A duhet me punu haxhia? Po duhet me punu. Jo kanë thonë, ma s'ban me mat haxhia. Ma haxhia s'ban me peshu. Jo mërë ban me peshu edhe ban me mat. Ban me mat. Punën, tregti, biznes, shet, blen. Po ta shë haxhit, s'ka lidhje. Edhe para haxhit me mat, dallavere me ba, edhe me peshu me dallavere s'ban. As mas haxhit s'ban. Se mundet me të dopsu haxhi, shpërblimi i haxhit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur e kryen haxhin, pa bë atje në gabim, të madhën fjala. Kthehet në shtëpi di që ka lind nana vet pa gjunahe. E tash e ke kryti haxhin. Inshallah e kry pa gjunahe. Por ju den maksimum mos me bëj gjunahe me anis pizarrës. Jo. Por gjunahet i kemi dy lloje.
Gjuna ka shi Zotit, gjuna ka shi njerëzve. Mu mundu se cili prej neve, edhe para haxhit, po dhe sa gjallë, mju lyp halal njerëzve nëse ju kena në hynë hak. Mju lyp halal. Ajo që është një mesele të rritë nuk e din. Për para, komni e dhone, se ku më rrimë në atë ko. Kur kanë shku në haxh, kanë thonë parët du të mi pas halal. E qka me ba me shku, kanë thonë me në rrugë të berberi parët. Kanë shku i kanë rrugë të berberi. Kjo konë botë kuptimi gabum. Nuk është çështja e letrës, që sa e parës letër, që e ki ndorë ose hekër. është pare qëllimi që she ke fitu, se ti mundesh me fitu me haram, edhe mi marrë mi nru. Qa ka lidhe që e nrove, letrën. Letër është aja. Qëllimi është që she ke fitu për me shku në haxh. Që ke fitu me halal, s'ki nevojë me nru. Pse te berberi, se kanë thonë berberi, i ka pas si pas ty në halal. Ka vëlla edhe berbera që, se mos është dënje këtu për na prejket, që se fiton me halal. Për shembull, ka berberi cili hek flokët që zban mi hek. Që zban mi hek. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ndalu me rru gjysën e kokës e gjysën me ilon flokët, është ndaluar. Prandaj raj nuk është patjetër që me i fitu detyrimisht me halal. Ose kanë shku te kovaçi. Edhe kovaçi ka mujt me bë dallavere. Gjithsesi, ti me fitu me halal parën për me shku në qabe. Pra, kanë mendu që zban ma me bë tregti shit blerje. Pejgamberi alayhi salatu sallam e ka kry, edhe ai haxhin, edhe ai ka punu, dhe sahabët kanë kry haxhin, kanë punu me halal. Është thani, po du me najtë pak si ma përkryje, nuk po du shumë, kanë mendu që njerët du të me shku në haxh, masi që kanë haxh, nuk bën pastaj me pas intimitet bashkëshortor. Kjo është budallaki. Më falni që po e them këtë fjalë për hutbes, budallaki kjo është. Jeta është jetë, jeta vazhdon. S'ka lidhje. Gjatë kohës haxhit, kur është në haxhin e ihrama, s'ban mi bë ato veprime as mu feju, as mu martu, as me pas intimitet. Domethënë se dikush e feju me ihrama, ja ka bë dikush për hajër njëri tjetrit, çaj niqah është haram. Është i pavlefshëm. Përndryshe masi kthehet në shtëpi, e vazhdon jetën normal sikur se të tjerët. Edhe e fundit të dashur vëllezër, keq kuptimi, kanë menuar që njeriu si të kthehet pe haxhit tash do të më bën ky me laçe, ky zguxan, as me dal të hara, edhe i kanë testuar ka pas rast njerëzit. Haj ta shoh me ka haxhin për nimet filane. Çka kanë bë? I kanë marrë lopët edhe i kanë shtin ngron edhe dhënë ngron tati. Edhe ai tash menaj te shtëpia i shkreti me pa grunin që bëja keq përdoren, edhe ky mos më bën në haxhe konte. Jo, marë burë, nuk është ashtu. Së është ashtu. Po, kisë du të me folë se e kona gjë, du të me folë. Kur du të me folë? Kur është për me folë, folë. Kur është për mësë me folë, nuk folë. Kur është për me mbrojt, drejtën të anë e mbronë. Qa me vonë? Normal mësë me folë fjallë që zbanë me folë. Ama me dalë me mbrojt, hakin me mbrojt, pasunin të anë është e lejume. Kur s'ka dalë me folë, filoni kish haxhin për një me. Ja, nuk është ashtu. Kjo këtë shkuptim haxhia nuk do me thonë tash, me mshel gojën, e me mshel sytë, e me mshel vesht, e jeton jetën normal, e kryen një ibadet Allahit, i ka mundësijat, Allahu është përbleft, por se nuk do me thonë që ai nuk e vazhdon jetën normale. Të dashur vëllezër, kjo është një disa pikat si përfaqësore, po e tham kështu që keq kuptohen të na, nuk deshta po e përmendë në fund, janë disa raste kur disa njerëz ose me qëllim ose pa qëllim dojnë me ul vlerën e haxhit, edhe thonë ç'a po lypni atje, ç'a të parë merrni çani këtu, merrni çani atje. Mos i ngani këto pretendime të gabuara, s'po du me thonë ai fjalë pak më tron, pse jo edhe armiqësore, haxhi ka vendin e vet. Çaj që jep në haxh, ai jep edhe për sanë të tjera. Edhe duhet me dhon për sanë të tjera. Ne jemi çata të cilët themi se kur duhet mi dal vatanit, Zot i dalim. Kur duhet me kry haxhin e krym. Ne jemi çata të cilët i themi popullit, nëse ti ke qel punon diçka, duhesh me pagu tatimin, duhesh mos me mashtru, duhesh mos me bë dallavere. Edhe në këtë formë i dal, edhe vatanit edhe atë dheut, edhe jep edhe kontribon për me përparu edhe me ky vend, edhe kryen edhe haxhin. Me mendu se ka vende të shajta të tjera që s'ki nevojë ti me shku në Arabi atje edhe me të në haxh. I ki vendet shko këtu, shko atu edhe përmendin disa vende që na kemi respekt për ato vende që meritojnë respekt. E s'po du me përmend. Qytete, ose fshatra, ose shtëpi, ose familje, të nderume. Ki edhe vende që s'ban me shku.
na themi na shkojmë edhe aty, edhe jemi me mbrojtët ven, por edhe jemi për me shku në Qabe. Me menu se shkon filan venin, edhe ke kryti haxhin, kjo gabim. Mos tala pa përmend se ketu mik, ku shkojnë haxhit atje, kuptoni ju vllazni që është e veni ku gjuhën gurt. Mënyrë natyrore njerëzit thonë po e gjuhën shejtanin. Ajo quhet me gjuhë gjemerat, me gjuhë gurt, nuk është populli ka shpikat fjalën me gjuhë shejtanin. Edhe çohen disa që dojnë me ul autoritetin e haxhit, thotë çfarë po bëjnë këta këtu? Mos është i lidhën ato shejtani. Edhe merr dikush sandale, papuçe, edhe pu e pshtyn edhe gjun. Nuk është ato shejtani, vllazni. Në kohën e Ibrahimit alayhis salam, kur ka dash me therr djalin e vet Ismailin, i ka dalë 3 herë shejtani dhe i ka thënë mos, çush po myt djalin. Ibrahimi alayhis salam e ka gjujt shejtanin. Edhe kai ka thënë s'kam punë me ty, i ka çu durt shejtani. Edhe kjo mënyrë simbolike Allahu xhaleshanu ka lënë që njerëzit të cilët shkojnë atje, mënyrë simbolike e bëjnë një veprim i cili i thot vetes vet robi, vetes vet para se mi thon shejtanit, unë nuk e ngaj shejtanin se unë kam thon lebejk Allahumma lebejk. O Zot, ty të përgjigjem, nuk i përgjigjem kërkuj tjetër. Se ngaj as shejtanin as kërkon karshëurnave tua. Prandaj as nuk duhet me zmadhua gjutjet gurve, as nuk duhet me neglizhu me thon çka janë të bën këta kështu. A u lidh aty as u lidh, nuk e lidh kërkush. Ajo është një simbolik që e ka dhënë besën Allahut azza wa jalla me fjalën lebejk Allahumma lebejk, edhe në anën tjetër shejtanin e ka refuzuar. Ama edhe kur të kthehesh gjuje me gurë të zemrës edhe të mendjes, jo vetëm thjesht aty me 7 gur, pastaj kur të kthehesh apet mu bosh shak me ta. Allah na përmirësoft, Allah na falt, Allah na i pranoft ibadetet. Lutë Allah azza që haxhit tan shqiptar nga të gjitha trevat që shkojnë, Allahu ja u letoft shkuarjen, ja u letoft ardhjen, shkofshin mirë, u kthefshin mirë, na gjoshin edhe neve mirë. Ja Rab, Allah ja pranoft ibadetet, na mundsoft të gjithë neve që kemi dëshirë dhe dojmë me shku, me pas mundësia ekonomike, pa ashtu edhe shëndetësore, me kry këtë ibadet. Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin.